Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu në falenderojmë dhe vetëm nga I falë dhe ndihmë kërkojmë. Musliman të nderuar, kudo që jeni, do të flasim sot inshallah për lutjen e pranuar. Duke pas parasysh që jemi në muajin e bekuar të Ramazanit dhe me siguri se Allahu subhanahu wa taala pret që muslimanët ta lusin, ai me plot dëshirë t'ja u pranon lutjen. Allahu në Kur'an e ka përmend çështjen e lutjes dhe ka thonë: "Wa idha sa'alaka ibadi", kur robërit e mi, kur besimtarit të pyesin për mua, do të thonë I drejtohet tash Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Allahu xhalla shanu, dhe I thotë kur robërit e mi të pyesin për mua, fa inni qarib, thuaj atyre se unë jam shumë afër tyre. Ujibu da'wat ad-da'i, unë I ndëgjoj dhe I pranoj lutjet që ata I drejtojnë te unë, idha da'an, kur ata më luten, falyastajibu li, le të përgjigjen thirrjes sime, wal yu'minu bi, dhe le të më besojnë mua, la'allahum yarshudun, që njerëzit për të qenë në rrugë të drejtë. Realisht Ramazani mund të quhet I kompletuar kur muslimani agjeron me të gjitha ata karakteristikat dhe rregullat që I përmendëm disa derse më herët, por I kam përmendë edhe xhallar tjerë. Mirë, pa e ka edhe këtë karakteristikën e lutjes, këtë rregullin e lutjes që njeriu muslimani kur e lut Allahun xhaleshanu në Ramazan, me siguri se e ndin veten më mirë. Muslimani I cili falet në Ramazan, edhe ai që nuk falet në Ramazan, cili e ndin, cili më I rahatshëm, cili është më afër Zotit, ai që falet në Ramazan apo ai që nuk falet, ai që e lut Allahun në Ramazan apo ai që nuk e lut Allahun në Ramazan, edhe jashtë Ramazanit. Allahu në Kur'an me një ajet tjetër thot: "Wa qala rabbukum ud'uni", dhe Allahu xhaleshanu thot: "Më thirrni mua dhe më adhuroni." Wa qala rabbukum ud'uni. Më thirrni mua, më luteni mua. Do të thonë edhe lutja në këtë rast është adhurim. Astajib lakum. Në qoftë se ne lutim Allahun subhanahu wa taala, ai Allahu është I mëshirshmi që na pranon lutjen. Innal ladhina yastakbiruna, e më të vërtetë ata të cilët do të jenë mendje mëdhej ndaj kësaj thirrje, edhe mendojnë që nuk kanë nevojë për Allah, edhe mendojnë që nuk kanë nevojë me lut Allahun subhanahu wa taala. Yastakbirun an ibadati, ata janë mendje mëdhej thot ndaj adhurimeve të mia, ndaj ibadeteve të mia. Se yadkhuluna jahannama dakhirin, ata do të hinë në xhehenem në zjarr të poshtruar. Dhe më thonë, kemi njerëz tash në botë që thonë nuk kemi nevojë për Zot. Ama ju e pat, tash kur them ju, të gjithë ata që e kuptojnë gjuhën shqipe, vlen për të gjithë njerëzit. Tash këtë kohë, kur kemi probleme, brenda 2 muajve, edhe nuk e dim sa do të zgjatë kjo punë e virusit COVID-19, pandemisë. Në sa shtete keni ndëgju Kur'an, ajo ka marrë mendja juve që se italianët kanë me lexu Kur'an, kanë me thirr një hoç edhe kanë me lexu Kur'an. E me një shtet në Amerikë, e në sa qytete në Gjermani e lejuan thirrjen e ezanit jashtë xhamisë ndëgjohet, se ka qenë ndaluar. E në Zvicër do më thonë, kemi njerëz që janë në kundërshtim e sipër me lutjen ndaj Zotit. Mirë po, ndonjëherë, kur e shohin që kanë nevojë për Zot, ata I drejtohen Zotit, e kur janë mirë, largohen nga Zoti. Por kjo nuk vlen për muslimanët. Muslimanët, secili prej muslimanëve ndoshta e lut Allahun subhanahu wa taala. Ndoshta e lut Allahun, mirë po unë mësoj veten dhe juve të gjithëve. Tash Ramazani nuk mendoj që I ka ata të mirat e veta, ata degët e veta,
se i druni, edhe i ka disa dek me gjethën djathë, disa dek të majt, edhe pastaj ja ke kput, ja ke prej disa. Edhe prej larg e ka humb bukurin. Edhe Ramazani, një shtill e fesë që ka dek. Degan të majt, dhe më thonë namazi si shtillon vetvete, po thamë kur t'ja lidhim i Ramazanit. Ramazani sa do të ketë kuptim pa namaz dhe sa i bukur është Ramazani me namaz. Me lutje, me thirrjen iftare, me sifire, me plot mira që mundemi me i bën Ramazan, ata dekt kur ti shohësh prej larg dalin shumë bukur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, Allahu dhe lëshanu thot, Zoti juaj që ju ka kriju juve njerëzve, është shumë i fisnik, është shumë i turpshëm, është shumë bujar. Allahut i vjen turp. Kur unë dhe ju e lusim Allahun, Allahut i vjen turp, mos më na pranu duan. Para mendoja Allahu dhe lëshanu se i mëshirë shumë ndaj neve. I vjen turp, unë kur ta lusë Allahun, mos më pranu duan. Ama kretë puna është, a ka më kujtu mua dhe juve, ta lusim Allahun subhanahu wa taala. Ta është Ramazan dhe jashtë Ramazanit. Do të përmendim disa rregulla që të quajmë etike, rregulla morale për ta pranuar Allahu xhaleshanu duan. Ka rregulla. E para, kur ta lusim Allahun xhaleshanu për diçka, për ndonjë dobi, duhet me qenë lutja ime, duaja ime me sinqeritet, e sinqert. Jo me dyftërsi, me munafiqllëk. Pastaj lutja ime dhe duaja ime duhet fillon me çka? Duke e falendëruar Allahun xhaleshanu. Pastaj duke i dërguar salavate ose duke e përmend Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, duke thonë Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed deri në fund. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed deri në fund. Ta përsërisim lutjen. Në qoftë se kam lut për diçka Allahun dhe nuk është pranu, përsërite 1 herë, 2 herë, 10 herë, 100 herë, 1000 herë. Ta lusim Allahun xhaleshanu kur kemi të mira, kur në lehtësi dhe kur kemi të këqijat, probleme ose në vështirësi. Shembull kur njerëzit kur janë keq, afrohen ka Zoti. Ama sa bëhet mirë, sa të rregullohet gjendja, e harrojnë Zotin. Kështu janë njerëzit. Në përgjithësi. Do të thonë kur e kam një zorun, mbështetem, afrohem te Allahu, te Zoti. Ama kur jam mirë, e harroj Zotin. Që ju të gjithë dhe unë e dim që nuk kanë rregull. Mirë po një çështje do ta përmendit tash që ndoshta ne si popull e kemi, mirë po nuk do me thonë se popujt tjerë nuk e kanë. Por ne shumë herë kjo vlen më së shumti te gratë. Te gratë kur te ne quhet me enem, me bon lutje për fëmijët e tanë, kundër fëmijëve tanë. Me bon lutje kundra familjeve tona. Rregulli etik për me pranu Allahu lutjen është mos jetë kundra vetvetes. Shembull njeriu mërzitet edhe o Zot shkatram. Është ndaluar. Me siguri Allah nuk e pranon këtë lutje. Mos jetë kundra familjes, kundra fëmijëve, edhe mos jetë kundra pasurisë. A ne si e kemi paka shumë si të nervozohemi, nevrikosje, nervos, çka bëjmë? E lusim Allahun subhanahu wa taala, na shkatron neve, na shkatron familjet, pasuritë e kështu me radhë, që nuk është në rregull. Nuk është në rregull dhe është e ndaluar. Ne kur ta lusim Allahun xhaleshanu të jetë zoni normal, as shumë i lartë, as shumë i ulët. Jo që Allahu nuk e ndëgjon zërin me tan të ulur, e dëgjon. Edhe atë kur ta ngrisim zërin e ndëgjon. Mirë për në tjetë zër i mesëm. Zon i mesëm. Në tingëllon bukur. E jo duke bërtit, ose duke atë fsheht, sa që
mos të dëgjohet dikush. Në rregull, nëse don me lut Allahu xhaleshano, nuk don me dëgju njerëzit, e gjen momentin, nuk prish punë. Mirë po Allahu xhaleshano ndëgjon edhe zërin e ulur, edhe zërin e ngritur. Por qëllimi jo me qenë i mesëm. Ta përsëris lutjen 3 herë. Shembull, o Zot, më jep shëndet mua. Jo 1 herë, po 3 herë. O Zot, më jep shëndet mua. O Zot, më jep shëndet mua. Të drejtohet ka kiblja, është do me thonë prej rregullave të lutjes, edhe në Ramazan, edhe është Ramazanit, që kur ta lusim Allahun xhaleshano të drejtohemi ka kibla. Ka kibla ku është? Është në Kabe, në Mekë. Fatkeqësisht edhe atje tash janë duke i falë taravit imamat me disa xhamat duke mbajt distancë. Diçka e mërzitshme shumë, mirë po inshallah kalon shpejt edhe atje edhe këtu te ne. Ti ngre duart kur të bën dua. Kur ta lusim Allahun xhaleshano, jo me mërzi. Me të orë mërzi me i mbajt dua. Valla u lodha, po pse pa tjetër e kemi bë 3 orë dua, lutja. Po 1 minutë, le të jetë duaja precize. Çka kërkon nga Zoti? Me sinqeritet, me disa rregulla dhe 1 minutë as mundesh me i mbajt duart. Para mendoj, nëse duhet para kapetanit atij, oficerit, me gjarë, mendoj kështu, sarri, me thonë rrit 5 minuta, frim mos merr, mos lëviz. I po është artë, kina pana për filma e kështu. E para Zotit, me mërzi, nuk kanë rregull. Do me thonë duaja, lutja, nuk guxon mu bo me mërzi. 10 sekonda e ban lutjen, mirë po, duhet me qenë precis. Të bën abdes. Nuk ka kusht për me lutë Allahun në abdes, mirë po, është mirë me pas abdes. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tregon për një njeri i cili i ka ngrit duart lart, mirë po i plohorosur, i mërzitur, i lodhur, me gajle, me probleme, kësaj bote, edhe i lutet Allahut, i thot, o Zot, më ndihmo, në shumë aspekte. Mirë po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hajen e ka haram. E ka hajen që e ka bën njëri që e lut Allahun, e ka të ndaluar. Pijen e ka të ndaluar haram. Veshjen që e ka haram. Do më thonë e ka vjedh. Thot, a ja pranon Allahu duan atij? Përgjigja do të ishte nuk ja pranon Allahu duan atij. Edhe ne, vëllezër, në qoftë se duam ta lutim Allahun subhanahu wa taala, le të jetë lutja pa këta 3 rregulla që i përmenda. Nuk mundesh o Zot, më jep pasurinë, a pasurinë që e ke fitu e ke haram. O Zot, më jep shëndet, a lukthit tër ditën edhe natën i jep nga ushqimi, haja dhe pija haram. Edhe o Zot më mbroje, më jep mirat, e këtë teshat që i veç i ke haram. Tash, ndoshta ne si popull do kemi pjesë e kësaj. Mirë po ai që e ndin dhe është pjesë e kësaj, është mirë që të pendohet dhe të largohet. Musliman të nderuar, do t'i përmendi disa rregulla në çfarë gjendje, në çfarë kohe dhe në çfarë vendi pranohet lutja. Prej kohës, shembull, koha, kur dita dhe nata, e kemi natën e Kadrit. Ju e keni dëgjuar të gjithë, unë do të përkujtoj vetës dhe juve edhe një herë, do me thonë nata e Kadrit on prej netëve më të mëdhaja brenda vitit. Kur t'i vjen dita, do të flasim edhe për natën e Kadrit më gjërësisht. Pjesa e fundit e natës, pranohet lutja, mirë po, a jemi në ata që mund të qëndrojmë pa gjumë deri në pjesën e fundit e natës. Se cilin namaz fars që e bëjmë,
e kryjm pas dy farzeve në mëngjes, në sabah, lutë Allahun xhaleshanu. Pas 4 farzeve të drekës, lutë Allahun xhaleshanu. Pas 4 farzeve të namazit të ikindis, lutë Allahun xhaleshanu. Pas farzeve të akshamit 3, edhe pas farzeve të yasis 4, lutë Allahun subhanahu wa taala. Ndërmjet ezanit dhe ikametit, o kohë e mirë për me lutë Allahun subhanahu wa taala. Gjatë kohës kur bjen shi, është mirë, fillimisht ta lutim Allahun, themi o Zot, bëne këtë shi bereqet, sepse shiu në shumë raste është edhe shkatrim. Gjatë pirjes së ujit zemzemit, ata që kanë në shtëpi, kur të pinë zemzem, e lutin Allahun subhanahu wa taala. Është një lutje që dashta me përmend. Këtë lutje ka thonë Yunusi alayhis salam, kur Allahu xhaleshanuhu e sprovoi, apo ta themi e dënoi, po më mirë do të ishte sprov, dhe e futi në barkun e balenës. Edhe Yunusi alayhis salam tha, la ilaha illa anta, s'ka zot tjetër përpos teje, inni kuntu min adh-dhalimin, unë isha nga ata që i bëra dëm vetvetes. Njeriu, sa do që bën dëm në këtë botë, kujt i bën? Njeriut. Në të gjitha rastet, vetës, familjes, shokëve, Allahut asgjë nuk mund të shmiro. As dëm, as dobi. Nëse i bën keq dikujt, i ke bën keq vetvetes. Nëse i ke bën mirë, i ke bën mirë vetvetes. Në të di rastet, mirë pa Allahu xhaleshanu, asgjësi, në asnjë mënyrë, në asnjë variant, nuk mundet njeriu mi bën as keq e as mirë. Duaja udhëtarit, do të thonë ai që është në rrugë, e përmend edhe një ditë tjetër në ders, ai që është në rrugë, mos na shkalon lutjen. Edhe në rrugë njeriu është i lodhur. Allahu xhaleshanu njerëzit nuk i harron. Ku do të shkojmë, ku do të jemi. Kështu ka thonë Islam. Duaul musafiri. Duaja lutja atij që është në rrugë. Lutë Allahun subhanahu wa taala. Duaja agjëruesit kur të bën iftar. Të gjithë jemi agjërues. Sa do të shkojnë ditët, shpejt. Edhe kur të vjen iftari, 1 minutë, 2 minuta para iftarit, lutë Allahun subhanahu wa taala. Atë lutjen dhahaba adh-dhama'u wa ibtalat al-uruqu wa thabata al-ajru insha Allah. Pa edhe lutje tjera, shqip, çka të kujtohet Allahut lute para iftarit. Do me thonë që duhet me bon vetëm këtë dua, por nëse se ke për hatër, nuk e ke ndëgju këtë lutje. Po një lutje tjetër. Ramazani është me mirësitë e veta, është me të mirat e veta. Unë jo që ju se keni ndëgju këtë punën e lutjes, por do është me ja përkujtu vetës edhe juve, që mos na kalon ki muaj e pa dalë ditën e Bajramit me lutje të pranuara, ose me lutje të pranuar nga Allahu subhanahu wa taala. Inshallah Allahu do të na jep mundësi, na mundson të gjithëve që ta lutim Allahun xhaleshanu, brenda namazit, jashtë namazit, para iftarit, në sefir, të gjitha kohrat dhe mundësitë tona kur do të jemi afër Allahu subhanahu wa taala. Inshallah Allah na udhëzon edhe të gjithëve së bashku në xhenet nacional. Selamun alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.